Dhe më thonë mall ka pos brenda një 15 milion euro. Propamell ndodhet fabrika Elita në komunën e Ferizojt, e cila është djegur fatkeqësisht qysh në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, ku sipas banorëve djegja ka filluar në orën 9 të mëngjesit, e cila ka filluar nga një shkëndije vogël. Kujtojmë që sipas banorëve gjithmonë nuk ka të lënduar apo edhe fatmirësisht të vdekur nga kjo djegje, e cila sipas pamjeve që është djegje masive e kësaj fabrike, fabrika ndër më të mëdha në komunën e Ferizajt për prodhimin e materialeve të drurit, kuzhinave e të tjera. Gjithmonë sipas banorëve dhe informacioneve që i marrëm nga ta, policia dhe zjarfiksit kanë ndërhyrë një orë me vonesë që nga fillimi i kësaj djegje. Po rastisht në ora 9 të mëngjesit aty duke diskutuar me punëtor e ndëgjum në fakt një krizë, e cila pastaj u shndrua në zjarr me një herë dhe zjarri ishte aq i shpejt që nuk mundën me arrit asgjë më vonë. Sa orë përfshi komplet? Po gjithsej u përfshi mrena një 5 minuta. A ka pos dome të njerëzit të punëtorët? Jo, të njerëz nuk pat asnjë dëm, sepse ne më njëherë lajmëm gjithë punëtorët, që ishin dikun ka 50 që dalin nga gjitha objektit dhe nuk patën asnjë dëm. Çfarë lloj fabrikës është, çfarë materiali? Ky është lëndë e parë për mobilje. Ne i furnizojmë produkte ndryshëm të mobileve me lëndë të parë. Sa është domi përgjithsisht në pare? Domi përgjithsisht pare është, domethënë mall ka pos brenda një 15 milion euro, edhe infrastruktura. Natyra e mallit është e tillë që nuk mund të ndërhyjet asgjë në kësaj raste. Furnitorët e ndryshëm nga gjithë bota janë lajmëruar, na kanë shprehë keqardhje, bile disa prej tyre na kanë ofruar ndihma të ndryshme.